po mundet më shumë me uqujtë si devijim shoqëror, me që në kulturën tonë, në traditën tonë, këto ndodhi, këto ngjarje të cilat tani kemi të bëjmë me rastin në fjalë, në të kaluarën kanë qenë më të menaxhueshme nga tradita jonë shqiptare, nga familja jonë tradicionale, me që tash jem në rrethona ndryshe të zhvilluara si popull, si shtet dhe me plot institucione të cilat monitorojnë dhe kontrollojnë mundësinë e cilësisë së jetës dhe po ndodhin gjëra më të këqija, pa dashje dhe më të dëmshme për individin dhe familjen. Pse kjo po ndodh, kur u përmend fjala e dhunës, se dhuna shfaqet si pasojë e një ushtrimi të llojit të agresivitetit në vetvete, në këtë rast unë në spektrin tim profesional po du me ndose një informacion që tek llojet e agresiviteteve kemi dy lloje agresivitete tek individi që manifestohet, për shembull, agresiviteti që është në gjendje afektive dhe agresiviteti grabitçar. Që shkenca jonë i jep këto dy gjëra dhe i specifikon zhvillimet e tyre brenda këtyre dy koncepteve. Për shembull, tek pjesa e agresivitetit në gjendje afektive, dihet që edhe ne në përditshmëri përmendim shpesh gjendjen afektive, njerëz në afekt mujnë me shpërthy lehtë, shpejt, janë të pamenaxhueshëm në aspektin emocional, nuk mujnë me i evitu ndjenjat e veta dhe në tërësi humbin ato mendimet dhe fuqia mendimeve absolute dhe në këtë rast njeriu ndihet i pushtuar nga gjendja afektive. Sa i përket sistemit nervor, kur vjen çiftet anasjeta nuk është në afekt, se këto janë konflikte. Këtë në rregull, kur bëhet të qoftë femra që mosht kur e bën të rraftin nuk është në afekt. Ai e bën me paramendim dhe me veprime. Prandaj ke dy, grabitçar dhe tani do ta them. Tani ajo ka një koncept tjetër. Megjithatë, sa i përket kësaj pjesës së tek ky individ në këtë kontest të agresiviteti apo lloji i gjendjes afektive, sistemi trunor i individit është në një gjendje të kapluar nga rritja e serotoninës, dopaminës dhe noradrenalinës, e cila rritet shumë dhe i bën shtytje të sistemit nervor periferik, që ajo i bën lëvizje dhe ushtrime të tepërta të muskujve në tërësi tek individi dhe në këtë moment kur bëhet shtytja muskulore, puna e zemrës vështirësohet, fillon me punu më shumë, më shpejt, më shumë se sa që mundet me përballu. Dhe në këtë moment krijohet edhe mundësia e marrjes së frymës së shpejtuar dhe që nuk është një frymarrje e thellë, po sipërfaqësore. Dhe kur mendohet që tash ky kontesti i frymarrjes së sipërfaqësore çfarë bën? Bën vetëm ti ngulfat ndjenjat, emocionet e individit, saqë në gjendje afekti ai mund të shpërthejë dhe ta kryejë edhe aktin barbar, që në këtë rast ka qenë edhe vrasja e Liridonës. Pastaj tek procesi i agresivitetit grabitçar, që këtë kanë të zhvilluar edhe kafshët, por në veçanti personat që kanë tendencë për ta kriju këtë lloj të këtij agresiviteti grabitçar, ata kanë në vetvete qetësinë, kanë në një projekt mirëfillt, fatkeqësisht bëjnë planin e duhur për ta zhvilluar situatën dhe në veçanti ky sistem është i ndërtuar në 3 etapa. Që është interesant, etapa e parë është inkubacioni, faza e zhvillimit, projekton momentin se si duhet me zhvillu formën e agresivitetit dhe dhunës që vjen në procesin e dytë, në aktin e dytë, në stadin e dytë, që është pjesa e aktit të violencës. Në këtë rast tash dhuna si duhet të shfaqet për ta projektu projektin që ai e ka hartu në fazën e parë inkubative. Ndërsa në stadin e tretë tani personi është njëhet i lirshëm.